Disa kilometra larg Kukësit në liçenin e Kallabakut, një prej perlave natyrore të Verilindsjes së Shqipërisë, pranvera ka nisur me një ritëm krejt tjetër, ndonse bora vazhdon të jetë ende e pranishme në Bjeshk. Të tërhequr nga kontrakti i veçantë mes borës që ende mbulon Bjeshkët dhe gjelbërimit që po zgjohet ngadalë në Lugina, ata e shohin këtë destinacion si një mundësi ideale për të kaluar fundjavën larg zhurmës së qytetit. Për ta ecja rreth liçenit, ajri i pastër dhe qetësia që ofron kjo zonë janë një mënyrë e përkryer për të shijuar fundjavën, edhe pse pranvera ende nuk e ka sjellë plotësisht gjelbërimin në këtë lartësi. Vetëm për qef, po një vizitë shkurt, dolëm me po, për qef. Si u duket për mentalisht tash ende ka bor pak? Tash pranvera sa është bashkë ashtë gjelbërim, por kur të vjen sezoni i gjelbërimit, to është veni më i bukur, s'ka ku shkon më bukur. Kështu që them se do zhvillohet kjo. A duhet diçka këtu të bëhet ndonjë investim rreth liçenit të Kallabakut, se po shifet pak si e shkret veni në aspektin që të ketë edhe më shumë vizitorë ose shërbime. Si mendon? Po me pjesën me shtrimin e pjesës rrugës që janë shtrohur që është bën këtu, tash them se do të ketë në zhvillim shumë më të mirë, sepse rruga është kryesore, mos në këto gjëra tjera vjen gradualisht. Dolëm me vizitu zonën këtej. Unë nuk jam i zonës, por thjesht më pëlqen se është natyra shumë e bukur këtej. Vim me familjen, vim shpesh, sidomos në pranverë, së dimrit është pak më vështirë këtu. Për shkak të borës, po verës vim, edhe pranverës vim shpesh. Çfarë veçantë ka kjo pjesë që ju tërheq kaq shumë bashkë me familje, me arë dhe vetë personalisht keni ardhur sot? Natyra, qetësia, liçeni, çdo gjë është bukur këtu. Jo. Duhet ndaj pak investim ajo këtu. Po investim besoj nga zona sipër mund të ketë në investim, kurse këtu them mos preket natyra. Natyra është bukur. Ne besoj çdo javë këtej vim. Po sot kemi dashur, po javë të tjera si të ngrohet pak koha me familje, me fëmijë. Mes tyre ndërkohë janë edhe dy të rinj peshkatar amator nga Glloboqica, fshati kufitar me Shishtavecin, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë disa orë pranë liçenit të Kallabakut. Pamjet e këtyre ditëve tregojnë qartë se turizmi malor në Kukës dhe në zonën e Shishtavecit e Novosejit nuk lidhet vetëm me muajt e verës. Edhe në fillim pranvere, kur natyra është ende në kufir mes dy stinëve, peizazhi i stanëve të Novosejit dhe liçeni i Kallabakut ofron një eksperiencë të veçantë për çdo vizitor.